Neve duam xhenet, e jo të shkojmë në zjarrin e xhenemit. Për xhenetin ka thonë kam përgatit për njerëzit e mi të mirë, çfarë syri se ka parë, veshi se ka dëgjuar, dhe mendja nuk e ka menduar, dhe e mbyll me hadithin e fundit profetit alayhis salam, o të beqatoft i madhi Zot se s'po e kërkon, të beqatoft i madhi Zot se s'po i lut me atij të madhnushmit në Ramazan, ka thonë futet robi në xhennet, edhe mbaron historia. E kanë pyet Imam Ahmedi Hamdel, tha ku arrihet përsosmëria i 100%, rahatia i 100%, se Islami rahati është në këtë botë, po i 100%, ka thonë kur këmba e dytë hyn në xhenet. Se kur hyet aty thuhet o filan, po i madhi Zot, tha të është dhënë jetë, s'vdes më. A është belaja më e madhe vdekja në këtë botë? Ajo pra është, aty ta thot i madhi Zot si siguri, tha rish jetë, se sot ke jetë përjetshme, s'ka më vdekje. I madhi Zot, duhet mi thonë fakt, i madhi Zot nuk du përjetësi se do flaken. Jo thot engjëlli që flet, se të është dhënë rini, edhe ti rish jetë se nuk flakesh më. I thuti po mi mund t'jemi i ri dhe i përjetshëm, po unë s'du të smurem se qa vlerë ka. Thot engjëlli, ne po e themi sikur po e pyesim, sa je thot i erë, po ne po e sqarojmë. Thot ju është dhënë juve shëndet, nuk smureni më, ju është dhënë juve knajsi, edhe nuk do keni më asnjëherë mërzi. Pse mos ta kërkojmë këtë vend? Inshallah i madhi Zot na dhon xhenetet e Firdausit, na rrit nga zjarri i xhenemit.